Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Kur vitit i afrohet fundi, koha nuk ecën më si zakonisht. Ajo duket sikur ndalet për një çast për t'i folur njeriut dhe për t'i tërhequr vëmendjen. Ditët e fundit të vitit nuk janë vetëm një prag kalendarik mes dy numrave, por një prag shpirtëror mes dy gjendjeve të njeriut, asaj që kemi qenë dhe asaj që urojmë që të jemi dhe të bëhemi. Për besimtarin, këto ditë janë thirrje për zgjim të ndërgjegjes, për pastrim të zemrës dhe për rikthim të sinqert drejt Allahut të madhëruar. Në këto çaste, besimtari e ndjen se koha nuk është thjesht rrjedh ditash, por një amanet që kërkon përgjigje dhe kërkon prej nesh përkushtim. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme të trokitjes shpirtërore, dhe juftoja të ndiqni së bashku surën Bejina të përzgjedhur për temën e ditës së sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe i dhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa t'u vinte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra Kur'anin, të cilat të mbanin rregullat të drejta. Ata që u ishte dhënë libri, u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që janë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe i dhujtarëve, do të hynë në zjarrin e xhehenimit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht, ata janë krijesat më të mira dhe shpërblimi për ta është Zoti i tyre, kopshtet e Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ta, por dhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që kanë frikë Zotin e vet. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme do të flasim rreth temës çfarë duhet të bëjë besimtari në ditët e fundit të vitit. Heshtja e fundit të vitit i flet zemrës më fort se zhurma e ditëve të zakonshme dhe e fton njeriu të ndalet, të dëgjojë dhe të kuptojë më së miri. Ai e sheh veten mes kujtimeve të së kaluarës dhe shpresave për të ardhmen, duke kuptuar se ndryshimi i vërtet nuk fillon me kalendarin, por fillon me gjendjen tonë të brendshme, fillon me vendimin nga zemra dhe shpirti jon për t'u afruar më së shumti me Allahun e plotfuqishëm. Kështu pra, fundi i vitit shndrohet në një mundësi të çmuar për rindërtim shpirtëror, ku zemra pastrohet nga rëndesat e vjetra dhe përgatitet për një fillim të ri, më të vetëdijshëm dhe më të sinqert me besim. Koha, sipas fesë së pastër islame, nuk është thjesht një njësi matëse, por një dëshmitare e heqtor. Çdo ditë që kalon, dëshmon për veprat tona, të mira apo të këqija, dhe çdo vit i mbyllur është një faqe që nuk mund të rishikohet më dhe veçse
Pra, në botën tjetër, në librin e veprave, do të shohim se çfarë kanë bërë duart, këmbët, sytë tona e të tjerë me radhë. Për temën e ditës së sotme, do ta nis me pikën e parë, që e ceka pak, që ka të bëjë me kohën. Koha në fenë e pasër islame ka vlerë të shenjtë të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe është për të gjithë ne një përgjegjësi morale. Allahu i madhëruar betohet në kohë duke i dhënë asaj peshë të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm kaq, por i jep dhe një peshë të madhe shpirtërore për njeriu. Por thot, pasha kohën. Vërtet, njeriu është në humbje. Përveç atyre që besuan, bën vepra të mira, këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshilluan njëri tjetrin për durimin. 3 ajetet e surës Asr. Ky ajet, ose këto ajete, e shndrojnë fundin e vitit në moment të reflektimit të thellë, ku besimtari pyet veten me sinqeritet, se a isha unë prej atyre që besuan dhe vepruan, apo prej atyre që e humbën kohën në shkujdesje? Dhe në ato momente personi e kupton se çdo çast i jetës së tij është i regjistruar. Çdo milisekond që ai jeton në këtë jetë regjistrohet nga Allahu xhelel shanhu nëpërmjet ëngjëve që kemi në krah, dhe asgjë nuk humbet pa u llogaritur. Kjo është koha më e mirë që njeriu të marrë në pyetje veten e tij. Dhe ta hedhë këtë hap të rëndësishëm dhe të domosdoshëm që të kuptoj se a është shpirti i tij në rregull, a është ashtu siç ka dashur Allahu xhelel shanhu të jetojë. Dhe në ditët e fundit të vitit, besimtari ndalet dhe e vë veten pikërisht në këtë pyetje. E vë veten përballë përgjegjësisë dhe vetë llogaritjes së vetes së tij. Ai e pyet shpirtin pa justifikime dhe pa vetë mashtrime, ku pyetjet që ai duhet të citoj ose t'i thotë ta pyesi veten janë si më poshtë. Çfarë kam bërë unë për Allahun që Allahu të jetë afër meje? Sa herë kam vepruar në drejtësi dhe sa herë kam heshtur përballë së vërtetës? Pra është koha më e volitshme, është koha më e mirë për njeriu që të marrë në vete në pyetje, që të di se si të hyjë në vitin e ri. Synimet që njeriu mos të jenë vetëm synime materiale të kësaj bote, por njeriu t'i kushtoj dhe rëndësi anës së tij shpirtërore në fillim të vitit të ri të ardhshëm. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, ai që nuk e llogarit veten çdo ditë nuk është prej nesh. Dhe kjo fjalë e fuqishme tregon se besimi nuk është vetëm një ndjenjë e brendshme dhe kalon, por është një përgjegjësi dhe vetë disiplinë e vazhdueshme çdo ditë që njeriu jeton në këtë botë. Dhe fundi i vitit është pikërisht pasqyra ku shpirti sheh realitetin e tij të së vërtetës. Pika tjetër e temës për ditën e sotme, pasi njeriu mori veten e tij në pyetje, mbaroi vetë llogaria, i ktheu përgjigje atyre pyetjeve që cituam, tashmë vjen pika më e rëndësishme që besimtari duhet të bëjë në fundin e vitit, është pendimi i sinqert. Dhe nga vetë llogaria lind pendimi i sinqert. Nuk ka vit që njeriu të jetë pa gabime, dhe nuk ka njeri pa dobësi. Por, dallimi mes besimtarit dhe atij që është i shkujdesur është pikërisht se besimtari qëndron në pikën sa ai kthehet tek Allahu me pendim të sinqert. Dhe pendimi në këtë ditë nuk është shenjë dobësie, por është shprehje force dhe vetëdije të njeriut. Allahu i madhëruar thotë Bismillahirrahmanirrahim, Allahu i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen. Ajeti 222 i surës Bekare. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë se pendimi i vërtet është një dritë që Allahu e vendos në zemrën e robit të tij, duke ia ndriçuar rrugën pas errësirës së mëkateve. Pendimi i vërtet kërkon vendim për ndryshim, dhe besimtari nuk mjaftohet vetëm me fjalën më fal, por e shoqëron atë me përpjekje për përmirësim. Ai e kupton se koha që vjen nuk është e garantuar, dhe se çdo vit i ri mund të jetë dhe i fundit për të. Dhe këtë gjë Imam Aliu a.s. na thot sa njerëz presin të nesërmen, por nuk e arrin atë. Kjo vetëdia e bën besimtarin më të përgjegjshëm dhe më të përqendruar në veprat që kanë peshë në ditën e gjykimit ose në ahiret. Nga ky kuptim i thellë i pendimit,
lind një ndjesi e re përgjegjësie ndaj jetës dhe kohës që mbetet. Besimtari fillon ta shohë çdo ditë si mundësi të re për të dëshmuar sinqeritetin e pendimit të tij përmes veprave të mira, përmes largimit nga ajo që e ka rrëzuar më parë dhe përmes përpjekjes për të ndërtuar një karakter më të fortë shpirtëror. Ai e kupton se besimi dhe pendimi nuk është momenti i shkëputur nga jeta e tij, por është një gjendje e vazhdueshme e zemrës, që zemra e kërkon që të pastrohet nga ato të këqija. Zemra kërkon që të kthehet në origjinalitetin e saj, në mënyrën siç e ka krijuar Allahu xhaleshanhu, e pastër nga çdo e keqe dhe duke pompuar vetëm gjëra të mira. Zemra që e mban njeriu të zgjuar dhe të kujdesshëm në raport me Allahun xhaleshanhu. Kështu që pendimi shndrohet në udhërfyes të jetës së përditshme dhe në mburoj që e mbron besimtarin nga rikthimi në shkujdesje, duke i përgatitur atë për një të ardhme më të pastër dhe më të qëndrueshme në besim. Pika tjetër pas pendimit vjen falënderimi, të nderuar dëgjues dhe shikues, sepse njeriu rahatohet. Njeriu në ato momente kur pendohet sinqerisht, e kupton që ai është krijesa dhe ka nevojë për krijuesin. Dhe falenderon Allahun xhaleshanhu për çdo mundësi dhe begati që jepet atij në ato momente. Dhe falenderimi për begatit është yll e rëndësishme në mbylljen e vitit dhe pritjen e vitit të ardhshëm. Besimtari reflekton mbi dhuntit e dukshme dhe të padukshme që e kanë shoqëruar atë gjatë vitit, për jetën, shëndetin, mbrojtjen, sprovat e ndryshme që e ka përballuar dhe ka dalë me sukses prej tyre, dhe mendon më së shumti dhe falenderon për mëshirën e Allahut. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim, nëse do t'i numëronit begatit e Allahut, nuk do të mund t'i numëronit ato. Aq shumë sa janë. Dhe kjo është ajeti 34 i surës Ibrahim. Pra falenderimi pastron zemrën nga pakënaqësia dhe e forcon lidhjen me krijuesin e gjithësisë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, falenderimi për begatin është mbrojtja e saj. Pra falenderimi në ditët e fundit të vitit nuk është vetëm një akt verbal, por një qëndrim i thellë i zemrës ndaj jetës dhe ndaj Allahut. Besimtari duke kujtuar vitin që po mbyllet, e kupton se shumë begati që janë dhënë pa i kërkuar dhe pa i merituar plotësisht kanë ardhur nga Allahu xhaleshanhu dhe falenderon në ato momente. Edhe sprovat që i ka kaluar në dritën e besimit shihen si forma mëshire dhe edukimi hynor, sepse ato e kanë forcuar durimin e tij, e kanë pastruar qëllimin që kishte dhe e kanë afruar më së shumti me krijuesin e gjithësisë. Dhe kështu, falenderimi bëhet një urë që lidh njeriu me urtësinë hynore dhe çliron shpirtin nga ankesat e vazhdueshme. Kur falenderimi rrënjoset në zemër, ai shndrohet në burim qetësie dhe kënaqësie shpirtërore. Besimtari nuk e lidh më lumturinë vetëm me atë që ka humbur, por dhe me atë që nuk ka arritur, por me atë që i është dhënë dhe me mënyrën se si e ka përjetuar mëshirën e Allahut gjatë gjithë vitit që ka jetuar. Dhe për këtë Imam Aliu paqja qoftë mbi të, e ka bërë të qartë se falenderimi është mburojje begatisë, sepse zemra mirënjohëse nuk e shpërdoron dhuratën hynore dhe as nuk e kthen atë në shkak për arrogancë. Dhe në këtë mënyrë, mbyllja e vitit me falenderim përgatit zemrën për një fillim të ri, më të ekuilibruar, më të përulur dhe më të lidhur me krijuesin. Pasi njeriu falenderon Allahun, ka nevojë tashmë që të rregullojë anën e tij shoqërore, të rregullojë marrëdhëniet e tij me njerëzit. Dhe pikërisht, kjo është pika e parafundit e temës për ditën e sotme, ku rregullimi i marrëdhënieve me njerëzit është thjesht pjesë e pandashme e besimit. Besimtari e di se Allahu është falës, por padrejtësitë ndaj njerëzve mbeten barë e rëndë në ditën e gjykimit. Në fund të vitit, ai pyet veten nëse ka lënduar dikë me fjalë, me dashje apo pa dashje, me veprime apo me heshtje. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, mos e bëj armik atë që dje ti ishe vëllai i tij. Pajtim, falje dhe butësi, të gjitha këto janë ndër veprat më të dashura tek Allahu, sepse ato fyejnë egon dhe forcojnë shpirtin. Shtimi i adhurimeve më pas i jep kuptim mbylljes së këtij viti. Në këtë ditë, besimtari i drejtohet namazit me përqendrim më të madh
Kuranit me zemër më të hapur dhe lutjes me përullësi më të thellë. Adhurimi nuk bëhet rutinë, por nevojë e shpirtit tonë për të liruar nga çdo brengë e keqe. Imam Aliu e përshkruan lutjen si çelës të mëshirës hynore. Dhe besimtari nuk kërkon vetëm begati materiale, por kërkon në ato momente një zemër të pastër, një besim të fortë dhe një përkushtim në këtë rrugë që kemi zgjedhur. Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, në lutjen e tij na mëson se suksesi i vërtet është të mos na lërë Allahu në duart e vetvetes, sepse besimtari i kërkon Allahut udhëzim, mbrojtje dhe sinqeritet në çdo hap të jetës së tij, sepse e di se pa ndihmën hynore, njeriu humbet lehtësisht rrugën e tij. Të nderuar dëgjues dhe shikues, mbyllja e vitit me shpresë dhe hapja e vitit të ri me vendosmëri dhe qëndrim dhe përqëndrim nga ana besimtarit është një domosdoshmëri në fenë e pastër islame. Ai e di se jeta nuk matet me vitet të shtuara, por me vepra të pranuara tek Allahu, sepse neve jetojmë për ahiretin, ne jetojmë për botën e ardhshme, që ne të jemi të qetë në atë botë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: vlera e njeriut është në atë që ai e përmirëson. Prandaj besimtari që e mbyll vitin me pendim, me falënderim, me pajtim dhe adhurim, e hap vitin e ri me dritë, me qetësi dhe afërsi me Allahun xhaleshanhu. Në këtë përpjekje për të përmirësuar, besimtari e sheh çdo ditë të re si mundësi për të afruar më shumë me Allahun dhe për të pasuruar shpirtin me vepra të mira. Çdo vit i ri bëhet kështu një fillim i pastër, një tabula rasa shpirtërore, ku njeriu vendos që çdo mendim, çdo fjalë dhe çdo veprim të jenë në përputhje me udhëzimin hynor. Në këtë mënyrë, viti i fundit nuk është vetëm mbyllja e një kapitulli, por hapi i parë drejt një jete më të vetëdijshme, më të dobishme dhe më të lumtur për Allahun xhaleshanhu. Në momente të nderuar dëgjues dhe shikues, i vjen dhe fundi i emisionit për ditën e sotme, duke i lutur Allahut xhaleshanhu për mbrojtjen dhe ndihmën e tij për ne, për ju dhe për gjithë besimtarët. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.